Derisa po i shohim realizatorët më të mirë të dy skuadrave, jemi gati për të nisur edhe pjesën e dytë të takimit Bora Raveci në kuadër të Kupës së Kosovës. Po i shohim edhe pozitat nga të cilat kanë shënuar, por sidomos edhe gabimet apo mos efikasitetin e lojtarëve të dy skuadrave gjatë pjesë së para që ishte signifikante ishin efikasiteti i ulët tek Bora deri diku minutat e fundit sa i përket treshëve. Gjithsesi arritën që në çerrekun e dytë, çerreku i parë në përgjithësi ishte i dobët për dy skuadrat, që tregon edhe fakti se patën pikë të pakta, sidomos mendoj në 5-6 minuta ku shënuan goxha pak pikë, por në përgjithësi gjatë 10 minutëve të parë. Në çerrekun e dytë pastaj Bora arritën të ngritin efikasitetin dhe jo rastësisht edhe mbyllën pjesën e parë me epërsi. Shohim tani Beqiri që mundohet të shohim flotër aty, por Derota ka pak më herët për shkak se ishte fundi i aksionit. Në anën tjetër e nisi me treshe për ironi, sikurse edhe në fillim të takimit kur e nisën me 3 pikë skuadra e Ravecit, edhe pjesën e dytë filloi me një treshe. Në anën tjetër Nikola ka qysh me distanca Hunter që shënon. Bashkëtarët e Borës që përplasen njëri me tjetrin duke shkuar të dy në top. Kukaj madje kërkon që pushon pak duke lënë vendin për Mehmetin që futet në parket. Me Zeqirin duket se gjithçka në rregull. Ose edhe me Ukaj, por pati nevojë për pak pushim. Mehmeti që me topin aty i pikët e radhës për skuadrën e Borës. Topi të ishte out për Borë, por në fakt do të nisë një aksion i ri për skuadrën e Ravecit. Kam pikë paraprakisht. 2 treshët e Ravecit në këtë start. Thomas Rogova që nuk shënoj fare pikë në çerrekun e dytë, edhe pse ishte lojtari më efikas në çerrekun e parë. Shohim kemi faulin. Mehmeti deri në fund dhe kemi pikët tani
pika 5 personale e Mehmedit. Gati të treshe Rezat Mehmedi në pjesën e parë. Lokoha për 3. Nuk shënon Mehmedi me rebound që rikupero topin. Mirë mendoj këtë pasim. Jules për në anën tjetër kemi faulin në transicion të shpejt të Ravecit. Është fauluar Pullian. Shajma njerë kjo dalje unë pike Pullian. E tek Bora futet në parket në vend të Hunter Tyler Cheese. Control Pullian, deri më tani 100% nga vija gjuajtje dhe të lira. Është 4-4 nga kjo pozit në pjesën e parë. Shënon 2-2. Edhe këto 2 tentime në këtë qerek të tretë. Hot, për 3. Duke sikur po shkonte drejt kush tajto, por Zeqiri që ka rikuperuar tani edhe Jules, mirë po Qas ka shkelur vina autit. Cheese me aksion e radhës. Patën piket e Borës aty, Pullian. Pik. Shkon deri në fund dhe shënon. Duke u fauluar edhe do të ketë një gjuajtje të lirë. Aminot. Dalet ai tetin pasimi për Zeqirin tani. Pullian. Një fade away dhe vinë pikët e radhës. Ndërkohë
Këto pikë, Raveci ka marrë avantazhin edhe pse është minimale përësia vetëm një pikë. Në anën tjetër Gjuf nuk shënon nga përësia. Mundësi tjetër kjo për skuadrën Ravecit tani që në rast të shënimit ka ngritën e përësin me gjithat. Dalja e akcion nga Bora. Qiri që duhet me Jupin dhe më i suksesshëm se Qiri shënon me faul. E shikojnë në njerat situatë gjyqtarët e do t'jenë dy gjuajtje të lira për Regjën. Shojmë isha duke përcjellur një zhvillim në bankën e Borës, derisa Krison Zeqirit kërkoi edhe ndihmën mjekësore. Pas asaj përplaset duket me Ukajnë. Ka dëmtuar pjesën sipër muzës, po
Pak dhimbje do të shojmë atë pjesë në gjendje që kthehet në fakt, po do të kthehet me një në parket, po atë një konsult edhe me trajnerin, por edhe në stafin mjekësor. E sa i përket takimit të parket, shkuan për një alley-oop aty, por Jules që në bëhat për koshi edhe njerë qiz me një asistim. Kemi time out pra rezultatit 50-48 për Borën. Outside play, the one underneath the basket, and he's putting up for you, or either for Ron, or for you. Hey, coach, so Umi Pig is on him now, so let's just go low post with him. Straight low post. He won it down there for Umi Pig. Come on, the ball. Yeah, Umi Pig. Umi Pig, take your time, okay? Let's go like this. Wherever this cheese, be patient. Shojmë edhe Shaquan Jules, statistikat e tij, është pushuar për pak qaste, ndërsa Zeqiri si thash është kthyer prapë në parket. Shojmë tani pikët aty të Ravecit për të krijuar një repërsinë minimale. Edhe në aksionin tani të Borës. Ishin pikët ato nga skuadra vendase. Ejupi nuk ka pik aty për Ejupin. Momenti këtu kur Zeqiri shënon dhe faulohet. Kjo ishte e treshja. Nuk jemi pikërisht tek gjuajtjet nga distanca. Skuadra e Ravecit janë 7-24. 3-14 ata të Borës. Regja. I aty Umpig. Gjuan në fund të kohës së parapar për atë aksion. Marrin topin tani Bora në mbrojtje. Zeqiri e Ukaj në fund. Ky bashkëveprim kthen borxhin me asistim aty Zeqiri. Regja tenton treshën, nuk ka pik. Rebound nga Ron Ukaj.
Tani kjo seri e suksesshme e Borës, të cilat pikërisht ku 30 sekonda po mbyllur qereku i tretë krijojnë përfshim prej 8 pikëve, që është përfshia më e lartë deri më tani, e kanë mundësinë tani këto që shkojnë në përfshim 2 shifrore, por ajo që dukej se do të ishin pikë të lehta në dalje për Hunter. Rezulton se nuk shënojnë në lay-up, e po më njerë Trishën. Do të kthehet Jules në parket. Po ashtu edhe Mehmeti. Largohen dyshja. Ukaj e Zeqiri. Vine gjuajtjeve të lira tek Pravecin. Jalen Johnson. Shtjera e parë sonte në këtë pozit. Pika 6 e ti. Nuk shënon në tentimin e dytë. Shojmë tani shkateri në fund dhe shënon në qiz. 61-52. Krijohet e përfshia më e lartë deri më tani për Borën, pikërisht në fund të qerekut të tretë, e përfshi prej 9 pikëve. Shojmë do të nisë 10 minutë që i fundit. Qereku i 4 që do të përcaktoj edhe fituesin e njërës prej 2 qerek finaleve që po zhvillohen sot në të njëjtën kohë. Takimi tjetër është ai në mes të Trepqës dhe Golden Eagle Yllit. E sa përcjella pak më herët, Ylli ishin e përsi, që që tjetë sa i përket takimit këtu në palestër 1 tetori në kryet qytet. Bora arritën në fund të qerekut të tretë të krijojnë e përfshin
maksimale deri më tani prej 9 pikëve, me të cilën edhe e nisin këtë qerek të katërt. Ndyshe lojtari që në start të këtij qereku rrezikon për shkak të faulave tek Bora është Mehmedi me 4 personale, por e pjesa tjetër, sidomos e lojtarëve që kontribuan, nuk janë në rrezik. Përsëri nisëm me një 3 pikësh. Skuadra e Ravecit, në anën tjetër Hunter që mundohet të kundërpërgjigjet, nuk ka pikë, por kanë rikuperuar topin aty Bora. Të ndaloja, kemi pasur faulin Jules. Qiri. Cheese në sistan aty, por nuk ka pikë. Johnson me rebound. Ka bon njërë në Pullian, por nuk e shfrytëzojnë atë gabim pastaj edhe Bora për të shënuar në aksionin e tyre. Nis një 24 sekondë shiri për skuadrën e Ravecit. Johnson. Tentimi për 3, nuk ka pik aty Zeqiri me topin që rikuperon në mbrojtje. Hot me njerë aktivizon Cheese dhe kemi faulin. Qojnë do të shikojnë si duke gjyqtarët dhe njerat situatën e fundit. Pra do t'jenë 2 gjuajtje të lira. Për Cheese. Topi do t'jetë për Borën. Një intercepton atë pasim për Amin Hot Johnson. Dhe bo topi jashtë. Dhe duket se kemi time out po.
Po e qojmë edhe statistikat për momentin. Ajo që është mjaft interesant është tek numri ribande kërcimeve të themi apo topave të rikuperuar, diferenca e dukshme. Edhe madje diferencë dyshifrore. Dallim Bora dhe Raveci e të janë statistikat personale të Pullian, që njerit është realizatori më i mirë tek skuadra e Ravecit, i vetëm pikë dyshifrore. Në anën tjetër Qiz me 19, por duhet mos harruar edhe kontributin e Gjuls me 12 pikë. Shohim tentimi për 3 aty, për sëri topi për skuadrën e Boros. Gjuls për një rrotullim, por në fund do t'jetë vetëm out për Ravecin. Një moment interesant, se mund të them diskutimi në mes të trajnerit të Loci dhe lojtarit të tij Rogova. Qiz, pasimi atje për Zeqirin. Dhe pikët e radhës për Borën. 63-55, 8 pike për si. Topi vjedhur aty. Loci kërkon time-out në momentin kur për herë të parë krijohet e vërsia dyshifrore prej 10 pikëve për skuadrën e Borës, së cilët duket që tani e kanë momentumin. E kjo vërjet në fakt edhe nga të dyja bankat ku tek Bora ka një pozitivitet të momentit. Pas time-outit, duket sikur Rugova nuk është kthyer në parket, madje arrita ta vrejqë edhe ka shdeshur panelën, si do që tjetë nuk e di për të a do tjetë në fundi sa e përket këtij takimi. Pullian nuk shënon gjuajtjen lirë, por ka arritur ta marrë topin më pas. Dalin me pik aty nga kjo akcion. Fauli dhe pastaj topi rekuperuar, ndërsa Qiz
gjen hapësirën për depërtuar përmes mbrojtjes së Ravecit. Kemi faul më njerë duke ndalur aksionin e Ravecit. Ndrime tek Bora. Zeqira Aminat largohen. Gjuls dhe Mehmeti në parket. Mehmeti, si shtash me herët, ka 4 faula. Rose, arrit, kalon aty. Pikët e radhës tani për Ravecin, 67-61. Qiz, atëherë në fund sa radhën nuk ka pik. Reqa që rikuperon topin me njerë me Pullian. Dhe tentimi tani për 3. Nuk ka treshe nga Umpig. Dhe në fund topi do tjetë për Borën, se Rose mundua ta rikuperoj. Dhe një kërcim aty. Do të kthehet hot në parket, largohet. Qiz, i cili vazhdon tjetë realizatori më mirë tek skuadra e Borës. Me 21 pik. Hot për 3. Nuk ka shënim, shojmë. Tentimin aty për ta rikuperuar topin Ukaj dhe shpresojmë do të jetë gjithçka në rregull me të pasi Ukaj e Zeqiri ka marrë dhe kushtimisht plak luftës sonte. Do tjetë top i humbur ky. Presioni Aminat dhe Pullian që përfundon jashtë me topin. Do të kemi nisën në një aksionit të ri për skuadrën e Borës. Pasime tani këto të sakta deri tek Ukaj. Vinë pikët e radhës për Borën. Reqa. Shantimi aty, nuk ka pik Hunter me topin me njerë për Aminat. Dherë në fund hot nuk shënon, por pra topi tek skuadra e Borës. 7 sekonda për të aksion. Pull-up nga hot, nuk ka pik edhe kësaj radhe. Në një top që rikuperohet nga Jukani dhe hot tani me faulin. Shënë njerë pra Amundson regjia aksionin. Jeni lëvizjen e Ukajt në mënyrë që edhe e nisi gjithë qka dhe finalizoj. Tani e mos komunikim aty në mes të Umpig dhe Pullian. Kemi time-out. Time-out që është kërkuar nga Buja Loci Ravecit.
Kemi edhe pak më shumë se 4 minuta deri në fund të ndeshjes. Shojmë për momentin 2 prej realizatorëve më të mirë që janë në parket tek skuadra dhe e përsinë e Borës në rezultat. Po në tentimin e Mehmetit aty, po suksesshëm. Pullian. Reqa dhe Thomas. Big që topin a duel me Qiz, i cili në fund faulot. Shënon Qiz, e njerë kthejnë në përsim prej 10 pikëve skuadra e Borës. Kemi ndrim tek Bora. Pullian. Dalur me faul basketbolisti të Ravecit. Pikët nga vija gjuajtjeve të lira. Nuk e di sa do t'jetë në disponim Bujar Loci. Nështë pas ndeshjes flas për atë momentin e rrugovën, sido që t'jetë sa i përket lojës. Bora që vazhdojnë të administrojnë tani këtë rezultat me dikur 3 minuta deri në fund. Thomas. Pasin e mirë. Thomas Borë. Kemi blokadën aty nga Qiz. Por shojmë Pullian që shtë në njerë këtë situatë dhe këtë moment në mes të Qiz e Pullian.
por trajneri I Borës që kërkon time-out. Ja vërshojmë edhe tentimet gjatë qerekut të 4. Por edhe pikët e shënuara nga pozicionet nga 2 skuadrat. 2 minuta e gjysmë deri në fund. Shënon Zeqir aty, kërkon të faulin, por vazhdon loja, nuk intervenojnë gjyqtarët sipas tyre ishte pastë. Gjithçka e në anën tjetër mundësi e mirë tani për Ejupin që përmirëson tentimin e parë. Shohim këtu Zeqiri që shënon me faul. Pikët këtu përndryshe ndeshjet kthyese të qerekfinales zhvillohen më 21 dhe 22 janar. Do të shohim e rëndësishme është për Pravecin edhe në rast të humbjes që të mos jetë me rezultat të thellë. Time-outi I radhës 1 minutë e 14 sekunda deri në fund, 74-67, 7 pike përsi për skuadrën e Borës.
Qojmë njës akcioni për Borën. Hunter. Qiz. Shtë nda loja aty. Albin Berisha me personale. E dyta e ti. Do të largohet Zeqiri dhe Jules. Jetmir Zeqiri që 15 pikë në këtë takim. Pati 6 shkëpcime, 2 asistime. Thomas për 3, airball. Edhe pse Thomas pretendon se Qiz ka prekur topin aty. A do të shikojnë gjyqtarët. Po, do të shikohet të njëra e stat. A kishte kontakt. Na hutoj Thomas të gjithve, por në qërim të përsëritur kështë qartë kështë super distancë aty në sti dhe Qiz. Qiz me tapel aty, nuk shënon e as Jules më pas duke munduar që ta përmirësoj. Në anën tjetër Berisha për 3. Rikuperojnë topin Raveci. Vjen treshja këtu nga Umpig. Raveci që do të mundohen tani të mposhtën, por me sa diferencë të ullët në rezultat të ngusht, në mënyrë që në pas në takimin e dytë të ketë mundësi të rikuperojnë rezultatën në shtëpi. Nëse duket që takimi tjetër në mes të Trepqes e Yllit është mbyllur me fitoren e Golden Eagle Yllit me 3 pikë dallim. Në gjuan aty Berisha, nuk ka pikë. Hunter vjen në fund treshja dhe duket që e mbyllin me 9 e përsi këtë takim të parë të qerekfinales së skuadra e Borës kundër Ravecit. Tash me 21 dhe 22 janar janë ndeshjet e kthimit. Do të shohim a janë të disponuar fakt të dy trajnerët për intervista.
Jemi menjerë me intervistat, fillimisht me trajnerin e Borës. Coach, congratulations on this win. Even though you didn't start well in the first quarter, but this is the first game of the second. 9 difference, will it help you in the second game? First of all, it's always nice to win and important, but as you mentioned, it was obvious that neither we, neither Rakovice are not in good shape, and something normal that happens after a longer break, especially after a very hard, busy schedule that we had at the beginning of December. We will go game by game. This league is so close, every team, so we have still a lot of improvement in our game, and we will be more focused on our team. I'm not going to keep you longer since you have the second game against them, so we will see after the next game and hopefully in the semifinals. Thank you. See you. Ishim shkurt me trajnerin për shkak se është ndeshja e parë, pra tek pas takimit të dytë do të përcaktohen gjërat. Trajneri shkurtimisht tha se kemi pasur periudhë vështirë, sidomos gjatë dhjetorit. Gjithmonë është pozitive kur fiton një ndeshje. Raveci nuk është skuadër për të nënvlerësuar dhe është e rëndësishme edhe diferenca në rezultat, pra prej 9 pikëve para takimit me të dytë me Ravecin. Do të shohim edhe trajnerin Bujar Locin ta marrim në një intervistë të shkurtër. Jemi kthyer me njerë edhe me trajnerin e Ravecit, Bujar Locin. Trajner, erdhi kjo disfat në fund me diferencë 9 pikë, pati oscilacione në rezultat, patët momentin e mirë dhe ju në çerekun e parë, pastaj u afruar rezultati disa herë, por në fund çfarë mendoni se vendosin ndoshta për këtë humbje edhe pse keni takimin e dytë tani të kthimit? Po mendoj se kemi pas shumë turnoversa, shumë kemi hup topa, 18 topa I kena të hupën, kena dhe përqindjen për shut për 3 poena jashtëzakonisht tëlt. Në kthime ofenzive dhe defanzive, ata I kam 5-1, 4-2, do më thonë, non sulme I kam pas më shumë. Non sulme ka 1 pikë, jo 9 pikë. Kështu që fitore plotësisht e merituare e Borës, neve na mbetet që këto gabimet I përmirësojmë në të ardhmen. Është rezultati kthyeshëm mendoni, edhe pse luftuat deri në fund që të mos ishte diferenca shumë e lartë? Po, në sekondat e fundit jep e mundësi, në vend më kry loja me 2 poena ose me 3 poena, na ja mundësu Borës që me pas 9 poena. Kjo ka qenë gabimi fatal I janë, I lejtarëve tonë të cilët nuk kanë të koncentruar në 15 sekondat fundit. Trajner, sukses në ndeshjen e dytë. Ishim edhe me trajnerin Bujar Locin, pra ishin edhe trajnerë përmendin disa aspekte statistikore janë ato edhe që vendosen në fund për të themi rezultatin final, e që Raveci shpresonin përkundër disfatës që të ishte diferenca saj më e ngushtë në rezultat, por në fund ishte 9 pikë. Do të shohim ndeshjet e kthimit, pra siç thash me 21 dhe 22 janar. Në anën tjetër, përsëritet thashë në komentim që Golden Eagle Ylli ka shënuar fitore në Mitrovic kundër Trepçës me rezultat goxha të ngushtë. Nesër në orar janë 2 ndeshje tjera, Vllaznimi Segal Prishtina dhe kryendeshja siç është vlerësuar Bashkimi kundër PS. Nga unë dhe nga palestra 1 tetori, mirëmbëjtje.